الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. La falëndërime dhe frikë respektet I takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe bekimet e Allahu xhalla wala qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të mirë deri në ditën e Kiametit. Elusë Allahun te bareke wa ta'ala që Ramazani, I cili kaloi prej neve, duke shkuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ta pranoj ato prej neve dhe ta bëj dëshmi të mirë dhe dëshmi të hajrit, e cila dëshmi do të na I lehtësoj gjendjen neve para Allahut te bareke wa ta'ala. Vëllezër të ndershëm, Ramazani shkoi, mirë po nuk e ka mbyllur derën e veprave të mira. Përkundrazi, ai erdhi që të ndikoj në zemra. Erdhi që t'i përmirësoj zemrat dhe t'u flas atyre. Erdhi që t'i plotësoj mangësit të cilat ishin në zemrat tona. Erdhi që t'i shëroj sëmundjet të cilat I kanë goditur zemrat tona. Erdhi që t'i largoj mëkatet të cilat mëkate I kanë rënduar supët, gjokset dhe zemrat tona. Ai është uji I pastërt I cili e pastron zemrën e besimtarit. Ai është dera më e mirë, e cila derë robi e sheh gjendjen e tij, se në çfarë gjendje dhe në çfarë hapa ka ecur në 11 muaj më parë para Ramazanit. Andaj, me shkuarjen e Ramazanit, mos të jetë kjo dera e cila të mbyllët ty me veprat e mira. Allahu subhanahu wa ta'ala është I pari pa fillim dhe I fundit pa mbarim. Ai meriton të adhurohet në çdo kohë, në çdo çast. Nuk I largohet Allahu te bareke wa ta'ala merita për adhurim. Andaj, të jesh I gatshëm që Ramazani I cili shkoi ta ketë ndikimin e tij në zemrën tona dhe kjo zemër tani më të punoj duke qenë e pastërt në adhurimin për Allahun te bareke wa ta'ala. Të punoj dlirshëm dhe pastërt në adhurimet ndaj atij subhanahu wa ta'ala. Ai është Allahu I cili është Zoti I Ramazanit. Ai është Allahu I cili është Zoti I Shawalit. Ai është Allahu subhanahu wa ta'ala I cili I dalloi disa muaj prej muajve të tjerë, mirë po, ai meriton që të adhurohet në çdo çast. Meriton që I tërë adhurimi, si në Ramazan dhe jashtë Ramazanit të jetë sinqerisht vetëm për Allahun te bareke wa ta'ala. Allahu azza wa jalla I lehtësoi gjendjen në Ramazan, mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala është ai I cili meriton të adhurohet edhe jashtë Ramazanit. Le të jetë ky Ramazan, le të jetë dëshmia më e mirë se zemrat tona janë ndikuar prej tij dhe se ne e dojmë Allahun subhanahu wa ta'ala edhe pas Ramazanit dhe punojmë për Allahun te bareke wa ta'ala edhe pas Ramazanit. Myshde për ata I cili ndikoi Ramazanin zemrën e tina, myshde për ata I cili Ramazani e zbuti zemrën e tij, myshde për ata të cilët e arritën devotshmërinë dhe qëllimin e Ramazanit për zemrat. Allahu azza wa jall I caktoi qëllim atij Ramazanit dhe se qëllimi I tij ishte që besimtar të arrin devotshmërinë, e kur po arri ka devotshmëria, atëherë punë po shkoj kanë në dëshirën dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Elusë Allahun azza wa jall që Allahu ta ketë pranuar këtë agjërim. Sahabët 6 muaj pasi që shkon të Ramazani e lutnin Allahun azza wa jall që t'u pranon të Ramazanin atyre. Ata e kishin dertin për Ramazanin që shkoi, e ku më derti I tyre ishte hala më I madh se andikoi Ramazani në zemrat e tyre, a u zbutën zemrat, a ndryshoi gjendja, a janë më të mirë pas Ramazanit se sa para Ramazanit. Ata këtë breng e kishin, andaj të kemi edhe ne këtë breng. Let na brengos edhe neve çështja e Allahut subhanahu wa ta'ala vazhdimisht, jo vetëm se në Ramazan, le të jetë vazhdimisht gjendja jon, dashuria jon e shtuar për xhamit,
xhamatin, për muslimanët edhe pas Ramazanit, jo vetëm në Ramazan, le të jetë një mësim i madh se si muslimanët duhen mes vete në Ramazan dhe në Bajram, edhe të vazhdojmë këtë dashuri vetëm se duke e shtuar dhe duke e rritur edhe pas Ramazanit, dhe të dëshmoj kjo gjendje tek Allahu Azza wa Jall se ne e dëshirojmë të mirën, dhe dëshirojmë për me punu e diçka mirë, dhe dëshirojmë për me arrit diçka të mirë, me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.